Dhe vjen vëshëllima e fundit. Vllaznia u rikonfirmua si forca kryesore e kampionatit pasi arriti një fitore të madhe kundër Partizanit në arenën e Demave në Tiranë. Fal dy golave të vonë të shënuar nga Kevin Dodaj. Në një lojë të barabartë, dyja skuadrat patën raste të pakta për shënim, edhe pse ishin të pastra dhe duhet të ishin konvertuar në gola. Loja nisi me gabim të portierit të Vllaznisë, Pëls, që për pak sa nuk i kushtoi shtrenjtë, që në minutën e 5. Në minutën e 17, trajneri i Partizanit Ultion Kërnaja merr 2 karton të verdhë një pasqesh nga gjyqtari Xhaja dhe lë stolin para kohe. Të kujt nuk e montoruan dhe patën mundësi të kalojnë në përsi me Human 7 minuta më pas. Për Pëls është i vëmendshëm. Portieri i Vllaznisë ndal edhe Sidi B në minutën e 36, por lojtari i Partizanit hezitoi shumë para tij dhe shpërdoroi një rast të madh. Rasti i parë i mirë për Kurqe Blut vjen me Malën në minutën e 42, i cili detyron Qirkon në një pritje gjithashtu të madhe. 2 minuta para fundit të pjesës së parë, Atanaskosin hyn në zonën skuadrane nga e Majta, pengohet në duel dhe kërkon penallti, pa marrë përgjigje pozitive nga Xhaja. Pas pushimit, Partizani shënon në minutën e 58 me Skandarli, por goli anulohet për pozicionin e shloje. Në të 62-ën është Bala që gjuan në zonën e kuqe dhe shpërdoron një mundësi të mirë për golin e avantazhit për Vllaznin. Në të 74-ën sërish Skandali shënon, por edhe këtë herë festa ndërpritet nga flamuri ansorit për pozicionin e shloje. Në minutën e 82, pas një rivënie të gjatë ansorit në zonë, Dodaj ndërhyn rrufeshën në mes të mbrojtësve dhe jep avantazhin Vllaznisë. Partizani përpiqet barazoj, por në minutën e 2 sërish Dodaj shënon pas një topi të ofruar nga Kallaku në aksion nga e Majta. 2 goditje në 10 minutat e fundit që japin 3 pikë të çuara Vllaznisë për synimet e titullit, por edhe për rritjen e moralit. 92 puthjet e Dodajt janë për Kallaku. 6 javë kanë mbetur nga fundi i sezonit të rregullt kategorinë superiore, ndërsa skuadrat bëhen gati për sprintin final tash. Më ka pasur disa rezultate interesante në javën e fundit, të tilla si fitoria e shkodranëve në Pro Force kundër Partizanit apo dhe rezultati në Vlorë ku Tirana dhe Flamurtari, të dyja të fundit në renditje, ndan nga një pikë pas barazimit 1-1. I analizojmë së bashku me gazetarin e sportit në Radio Televizionit Shqiptar Ervin Baku, zhvillimet më të fundit nga Abisnet Superiore. Baku, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Radio Tirana. Radio Tirana, absolutisht duhet të teksuar gjithmonë, ke shumë të drejtë, por më trego pak në cilin stadium ishe këtë fundjavë. Isha në Vlorë, të premten dhe isha të shtunën në stadiumin Qemal Stafa, do Air Albania tani, po. Tani pak nga Vlora, me qenë se ishe edhe në stadium. Një ndeshje që ishte shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat, sepse luftojnë për t'i hikur fundit të tabelës, ndonjë kohë kur gara po bëhet shumë e vështirë për të dyja, një pikë që duket sikur nuk i shërben as njërës, as tjetër, as Tiranës. Jo, unë mendoj që një pikë është më mirë të kesh një pikë se as një pikë. Kur vjen puna për llogarit në fund. Po si objektiv nuk besoj që ka qenë pika për gjithë. Jo, ka qenë një fitore, domethënë ishte një ambient i bukur, ata kishin bërë, ishte era parë që shkruaja në Vlorë të sezon dhe ishte një stadium vërtet realisht shumë i bukur. Ishte një ndeshje me emocione, ku të dyja skuadrat luftuan fort dhe në fund u neutralizuan nga një barazim, por e thash që ndoshta në fund të llogarive, sepse kur ka dhe 18 pikë, në fund llogarive më mirë të kesh një pikë se asnjë pikë. Javët në vazhdim do vendosin për fatin e të dy skuadrave, do të jetë një luftë e ashpër aty poshtë. Janë 4 skuadra, kështu që shumë minuta Tirana ishte me 3 pikë nga kjo ndeshje. Në fund një penallti balancon pikët, por një penallti e ardhur me shumë polemikash dhe e kontestuar. Unë e kam thënë këto kohë që është ideja që në këto javë që kanë mbetur duhet arbitrat bëjnë shumë kujdes. Ajo ishte për mua ishte një penalti fantazëm, do në ishte një penalti ishte më shumë se dyshimt, kështu që unë mendoj që duhet bëjnë shumë kujdes si arbitrat, si varë këto javë, që mos i hanë hakun ekipeve, presidentëve që investojnë shumë, ose e them me batut që javët e fundit, 3 javët e fundit, ato Federatë Shqiptare e Futbollit është e pasur tani, të marrë arbitrat huaj që të shuaj zërat, sepse e di kush është defekti më i madh. Pse më kështu do e bëjmë gjithmonë me huaj do ta shtyjmë fundin e kampionatit. Ti e di kush është defekti më i madh sot në Shqipëri? Është që gjithçka është e paragjykuar. Gjithçka. Pra ti po thua çfarëdo që ndodhi do kontestohet, do komentohet. Gjithçka është e paragjykuar, çfarë nuk kam dëgjuar këtë vit, e kupton? Sepse duhet dëgjuar populli aty poshtë. Çfarë ke dëgjuar? Që këtë vit do t'ja japin Vllaznisë. Kam thënë, po jo, më kam 5 vjet që e dëgjoj këtë, do t'ja japin Vllaznisë këtë vit. Këtë vit nuk është prej që nuk do t'a marrë Ignatja. Po pse më kam thënë? S'është e vërtet kjo, e kupton,
Fryet pra pak opinionit. Absolutisht. Ndërkohë që unë nuk kam përshtypjen që është një garë e luftuar, por thash, duhet drejtësi, sepse po të shikosh të gjitha ndeshjet patën tek tuk vendime të kontestuara. Edhe në Tiranë, Partizani me Dinamo që mbylli me 4 gola. Dinamo, po dhe ajo penaltia e Dinamos pati kontestime nga Elbasani. Pra, ideja që të shuhen to, du thuash ti, edhe jashtë ka. Patjetër, po. Po, që të mos largohem shumë nga ndeshja e Vlorës. Tani, kur kanë mbetur edhe 6 javë, Tirana dhe Vlora janë të dyja në vendin e fundit. Si duket situata? Ku do të shpëtoj? Do thoshte Adriano Celentano, la situazione non è buona. Kush do shpëtoj? Dgjoj, unë nuk jam profet ta di kush do shpëtoj. Jo, them edhe për shkak ndeshja e radhës. Si kanë marrë rrugën të dyja skuadrat nga forma që kanë. Çdo javë do ta tregoj akoma më shumë. Flamurtari pret Vorën, pra luan një ndeshje tjetër në Vlorë me një kundërshtar direkt që është Vora. Tirana shpreson të përfitojë nga kjo ndeshje. Këtu do duhet një barazim për llogaritë e Tiranës. Tirana pret Egnatian. Ndeshje shumë e vështirë. Dgjoj, janë ekipet, Tirana ka ndryshuar shumë, Tirana ka ekip të mirë, ka një trajner si Geshej që është trajner i mirë. Në përgjithësi këto që kanë qenë portier në karrierë e lexojnë mirë ndeshjen. Por ekip të mirë ka shumë dhe Bylis, dhe një ekip shumë të mirë, që unë e kam thonë që në fillim është Vora. Vora që po shkëputet pak, tani me këtë fitoren e djeshme? Aty janë. Vora me Bylis 30, Tirana 28. Kur merë 3 pikë, sidomos në këto javë duken jetike. Unë e kam parë Vorën gjatë gjithë kampionatit, 2 fazat e para i luajti jashtë. Dhe ka një trajner shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë, është bërë një investim shumë i madh aty në atë stadium. Kështu që edhe kur ka lënë pikë, për shembull mund kujtohet barazimi Partizani që barazoi në fund, ishin 2 pikë për Vorën. Dinamo fitoi me Vorën me një gol në minutën 94. Kështu që është një luftë shumë e ashpër aty dhe Flamurtari pastaj është një mëkat shumë i madh kur mendon çfarë ka. Se cilëson mëkat. Kur mendon çfarë ka investuar ai burri aty, domethënë dhe ti je. Ja që janë legët gjithçka ndonjëherë. Bravo. Duhet fryma. Sepse un kam përshtypjen që dhe e di kush është rregulli që duhet ndryshuar me urgjencë në Shqipëri. Kjo rregulli që të huajt pa limit. Ai huaj nuk e ndjen fanelën. E di ai në Vlorë që ajo është fanela e Vasil Rucit, Sokol Kushtës, Rapo Tahos, Kreshnik Qipit, Lato Gjondedës. E di ai këto? Nuk i di. Ato vinë, marrin rrogën, po janë të super paguar. E kupton? Kjo është merë. Ti investosh aq lek dhe ti jesh në fund tabelës, ose të bësh ato gafa që kanë bërë së fundmi lojtarët e Flamurtarit dhe është për... Dhe kupton? Dhe kjo është gjithandej. O zotri, jepi shancin. Ti e di që nuk më kujtohet kush e dha si ide tani që të shpëtoj futbolli italian, se Italia për herë tretë nuk shkojnë botror. Jo, ka qenë projekti Bagjos, si Roberto Bagjos. Po mirë, projekti Bagjos që i erdhi, domethënë Baggio i ra me shpulla atyre, e kupton? Po tani, që Italia të ringrihet me detyrim 4 lojtar italian në çdo skuadër të luajnë. Ne me detyrim një lojtar 18 vjeçar të marrim gjërat që ishin dhe nga e kaluar, e kupton? Se para 90-s kishte sport, nuk ishte para. Sot ka para, s'ka sport. Shumë vërtet. Po, më bëri përshtypje se po të marrësh hapësh 2 formacionet, e paktën Vlora me Tiranën, nuk e di, kishte një shqiptar në fush? Shumë pak. Me gishtat e njerëzdorë mund t'i numëroje. Ndërkohë që Tirana ka bërë ekip të mirë, ndërkohë që në 10 orë ndroi komplet ekipin që ishte bërë. Një keq menaxhim i shkëlqyer, ke Vlora një keq menaxhim i shkëlqyer. Morën me bujë një trajner që vetëm trajner si ishte ai, e kupton, mëkat. Ndërkohë që kanë këtu, kanë trajner shumë të mirë, kanë Gentian Mezanin që e kanë të tyre në shtëpi, domethënë qartë. Që të shkoj pak edhe pra është ajo që the ti,
para nuk bën asgjë dhe populli thot më mirë të dish se të kesh. E vërtet. Shkoj pak edhe ke fillimi i tabelës, flasim pak për Vllaznin tani. Euforia është e madhe, dëshira, e dim të gjithë se çfarë mendohet dhe perceptohet në Shkodër në këto momente, po kampionati ka ende kohë dhe skuadrat paktën 3 parat, Shkodra, Elbasani dhe Egnatia janë atje me 2-3 pikë ndajnë. Vllaznia, Egnatia, Elbasani. Pak pikë ndajnë. I pak pikë ndajnë. Dgjoj, unë kam përshtypjen që aty kanë dy, ata që kanë fituar titullin e fundit në Shkodër në 2001-shin, ka qenë si lojtar Edi Martini dhe Vjoresin Sinani. Sot janë pozicione drejtuesit. Dhe unë kam përshtypjen që të dy po i mbajnë me këmbë tokë, se e kam pak euforin, por kanë një ekip shumë të bukur. Kanë një ekip shumë të bukur, kanë lojtar fantastik. Pro forca jo me Partizanin? Pa tjetër. Për te, sepse u aluduar nga Partizani që pati për te gabimeve arbitrare që kanë qenë, janë dhe do t'jenë, jo të ne, po në gjithë botën. Vllaznia është këtë vit është më afër se kurrë një titulli që e pret që prej 25 vjetësh dhe vjen era futboll. Ti ke, për shembull, ke një Sherif Kallaku që është, mua më pëlqejnë shumë këto fantazistët. Unë jam rritur me Sul Demollarin dhe pastaj kur pash Platinin rash përfundimisht kokë e këmbë i dashuruar me futbollin. Mua më pëlqejnë fantazistët. Ka një sulmues Kevin Dodaj, një tri që urdhon, po patjetër. Po atë duam ne. Çfarë do publiku? Se në fundit jemi gazetar, po çfarë duam? Atë numrin 10. Duam gola, duam spektakël dhe lojë të bukur. Këtë na jep sot Vllaznia. Po dhe Partizani ka ndryshuar shumë me trajnerin Kërnaja, duket dora e tij dhe me merkaton që e ka bërë shumë cilësore në janar. Nuk se si do të shkoj Final Four. Është totalisht i hapur dhe midis këtyre skuadrave, mua më duket sikur qëndron kështu pak e fshehur Elbasani, që në momentin e parë kam përshtypjen që do t'i bëj gjëmën këtyre skuadrave të tjera. Elbasani kishte mungresa, dëgjoj, futbolli është i pamërshirshëm. Futbolli është lojë episodesh. Ishte 1-0 për Elbasanin, pati një rast për 2-0, nuk u bë, një penalti minut 43, 1-1, pastaj pjesën e dytë 2-1 për Dinamon, pati një goditje dënimi u tregua heroik portieri i Dinamos, Teqja, 2 shtylla, prap 3-1, 4-1. Pra, është lojë episodesh, nuk është... Të gënjen rezultate, pra. Nuk ishte 4-1 nuk tregon përmbajtjen për ata. Po të mos ta kesh parë ndeshjen, ti thua Dinamo ja ka marrë shpirtin nga fillimi deri në fund. Po Dinamo si bëri shumë mirë, jo sepse kishte nevojë. U zgjua, kaloi një ngërç dhe do të jetë, dëgjoj, është një luftë shumë e ashpër vendin e katërt. Se 3 vendet e para kanë. Një pikë ndan me Partizanin? Po është dhe Teuta, 6 pikë. Janë 18 pikë në lojë, kështu që mos harrojmë. Mos ta nënvezojmë Teutën. Ka akoma shumë për të dhënë sezoni i rregull. Bagut falenderoj shumë për analizën. Shumë kënaqësi gjithmonë. Kënaqësi edhe për mua. Ne ecim me programin. Sonja vjen pas pak për t'ju treguar për audicionet e reja në Teatrin Pedro Marko në Vlorë. Po bëhen audicionet, por edhe kalendari po përpilohet tani për pjesën e mbetur të vitit, prandaj mësoni më shumë vetëm pas pak.